Në Pogradec është zhvilluar një vizitë në një prej bizneseve të sektorit të përpunimit të qumshtit, në kuadër të nismës dy fishos sipërmarrjen tënde. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, dhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu u njohën nga afër me aktivitetin e biznesit, investimet në teknologji dhe bashkëpunimin me fermerët vendas. Gjatë vizitës u theksua rëndësia e mbështetjes së sipërmarrjeve që investojnë në përpunimin vendas dhe krijojnë më shumë vlerë për prodhimin shqiptar. E kemi nisur në fakt me 250 milion euro për të suportuar këtë program. Urojmë shumë që nëse do të rezultojë i suksesshëm dhe do të ketë interes, ne ta çojmë deri në 1 miliard euro mbështetjen nëpërmjet programit dy fishos sipërmarrjen tënde. Duhet përgatitemi sot pa u gjendur në një situatë emergjente nesër. Pra kjo mënyrë të bërit kategorizimin është paralelmëri, që ne të plotësohemi me gjithë standardet dhe kushtet që na duhen për standardet e Bashkimit Evropian. Përfaqësuesit e biznesit vlerësuan mbështetjen për sektorin agro-ushqimor dhe evidentuan rëndësinë e bashkëpunimit me fermerët për rritjen e prodhimit dhe konkurrueshmërisë. Gjatë viteve kemi shkuar duke u rritur, kemi investuar në punë, është nisur një punë me 1-2 fermerë dhe sot bashkëpunojmë me mbi 400 fermerë të zonës. Nisma dy fishos sipërmarrjen tënde synon të nxjisë investimet e bizneseve, rritjen e kapaciteteve prodhuese, krijimin e vendeve të punës dhe përafrimin e standardeve me tregun evropian.